Derisa viktima ka përfunduar orën e punës në detyrë zyrtare dhe gjatë rrugës për në banesën e tij ishte përcjellë në vazhdimsi nga të pandehuri. Dhe takuar të ndjerin ka shënë drejtim të tij në armë zjarre. Prokuria themelore në Ferizaj ka ngritur akt akuzë kundër të pandehurve Hakil Bela, Rilun Murati, Batan Qokra, Edmond Vika, Shkëlqim Kuka. Sepse në tokë 01 prill 2025, rreth orës 23 në Kaqanit, në rrugën Idris Seferi, përkatësisht në kotin e dytë të hyrjes së ndërtesës në bashkëveprim me të miturin Rejhan Bela, me dashje dhe përgatitje paraproke, kanë prigur nga jeta taj të ndjerin zyrtarin policor Rashter Muhamet Lika në atë mënyrë që derisa viktima ka përfunduar orën e punës në detyrë zyrtare dhe gjatë rrugës për në banesën e tij ishte përcjellë në vazhdimsi nga të pandehurit dhe i miturit deri te hyrja banesës së tij, ku i pandehuri Hake, pasi që kishte qëndruar në lokalin e tij Aksa, prej aty nisët për në drejtim të stacionit policor dhe përcjell viktimen Muhamet Lika prej momentit të daljes nga stacioni policor e pastaj viktima vazhdon drejtim banesës, ndërsa i pandehuri Hake vazhdon drejtim të rrugës UÇK për 20 metra, dhe pastaj pas 30 sekondave kthehen drejtim të viktimës. Në vazhdim, të pandehurit Shkëlqim Kuka dhe Edmond Lika në rrugë vëzhgojnë rrugtimin e viktimës. Pasi që kishin parkuar veturën Opel Astra, ngjyrë bardhë me targa 05-518 KH, me vozes Shkëlqim Kuka dhe pasagjer Edmond Lika, ofër stacionit policor, dhe në momentin që kalon viktima për rreth veturës në drejtim banesës së tij, nga vetura del pasagjeri Edmond Lika dhe hip në veturën e tij Golf 2, ngjyrë 4, duke vozitur në drejtim me drita të pikura dhe duke vazhduar në rrugën një drejtimçe, duke përcjellë viktimen në drejtim Kaka Lëvizje. Ndërsa i pandehuri Shkëlqim me veturën Opel Astra, nga ky moment merr veprimin dhe vazhdon duke shkuar afër vendit të ngjarjes. Viktima vazhdon rrugtimin pastaj në rrugën Idris Seferi, afër hyrjes së banesës së tij, i mituri Rejhan Bela, vazhdon duke përcjellë viktimen mbrapa, i cili hyn në hyrjen e banesës së tij dhe më njëherë pas viktimës i mitur Rejhan Bela hyn pas tij në hyrjen e objektit banesës. Dhe takuar të ndjerin ka shënë drejtim të tij me armë zjarre të kalibrit 9.19 mm dhe kthehet me vrap mbrapa nga kishte ardhur pas kryerjes së vrasjes, duke ikur në drejtim të lokalit Dugaxhinit, ku bashkohet me të pandehurin Rilun Murati, i cili kishte qenë duke e pritur dhe së bashku me vrap largohen përmes rrugës Mehmet Dalloshi, ndërsa derisa ishin duke varkuar i mituri dhe i pandehuri, dëgjohet një zë duke thënë bravo Kek. Kjo dëgjohet nga kamerat e sigurisë Dugaxhinit në orën 22:59:31. Paraprakisht, të pandehurit kanë lëvizur në drejtim të lokalit Bilardo të Lindi, ndërsa rreth një orë para kryerjes së vrasjes, nga kamerat e sigurisë marketit Besa, ora 21:54, vërejnë lëvizjet e të pandehurve Rilun Murati dhe Batan Qokra, së bashku me të miturin Rejhan Bela, duke vëzhguar dhe koordinuar në mesvete, ndërsa pas vrasjes i pandehuri Hakil Bela, rreth 14 minuta mbrapa vrasjes vjen në vendin e ngjarjes dhe pas 2 minuta largohet prej aty. Këto janë pamjet nga kamerat e sigurisë të lokalit të Lusha, me të cilën në bashkëhyrje kanë kryer veprën penale, vrasje e rënd, Garini 173 paragrafi 1, në paragrafi 1.9 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës Kosovës. Hakil Bela, a ndjesh fajtor për këtë vepër penale apo nuk ndjesh fajtor? E di që është seancë fillestare, nëse ka mundësi disa fjalë mi fol lidhje me këtë akuzën. Me çështje fillestare është deklarimi lidhur me pasurin povesinë. Në shqyrtim gjyqësor do kesh mundësi të ndërtoj plotësisht këtë akuzën edhe jam plotësisht i pafajshëm. Ulu. Rilun Murati. E pranon pasurin apo nuk e pranon? Plotësisht i pafajshëm. Ulu. Batan Qokra. E pranon pasurin apo nuk e pranon pasurin? Ja s'më me pranu se jam i pafajshëm. Ulu. Edmond Lika. Pranon pasurin apo nuk e pranon? Ulu. Shkëlqim Kuka. Plotësisht i pafajshëm. Ulu. Diamant Gashi.
Plotësisht i pafajshëm. Ullu. Sot pranë gjykatës themelore këtu në Ferizaj është mbajtur shqyrtimi fillestar lidhur me dyshimin për veprën penale vrasje e rënd, ku i mbrojturi em Edmond Lika është deklaruar i pafajshëm lidhur me aktakuzën që është ngritur kundër tij. I njëjti konsideron, po dhonësi mbrojtës plotësisht e mbështes pafajësinë e tij. Në emër të akuzuarit dhe në emër të familjes së tij mbështesim çdo veprim që ka për qëllim zbardhjen dhe ndryshimin e këtij rasti, duke marrë përballë se kemi të bëjmë me një rast mjaft serioz ku është marrur jeta tragjike e një zyrtari policor. Zyrtari policor, dhe se kjo jo vetëm që ka prekur familjen e tij, por ka prekur ndjenjen e çdo qytetari, duke përfshirë edhe mua si avokat. Po ne si avokat jemi kundër çdo tendence për të inkriminuar padrejtisht veprimet e të mbrojturit tem në bashkëkryer apo në vepër penale të cilën i njëjti nuk e ka kryer. Siç e patë edhe jo në aktakuzën e prokurisë, ka vetëm përmbajtje mbi prezencën e të mbrojturit tem në një hapësirë publike, madje në një rrugë e cila është rruga më e frekuentuara në komunën e Kaçanikut. Prezenca e tij në atë hapësirë ka qenë krejtësisht rastësore, madje i njëjti është parë duke lëvizur me makinë për të cilën ka pas të evidentuar një problem teknik, pasi që është dashur ta ndezë të njëjtën në mënyrë mekanike. Kjo evidentohet edhe nga videoingjizimet e marra nga ana e prokurisë, ku shihet tërësisht lëvizja e tij me drita të ndezura dhe pastaj kthimi i tij djathtas dhe largimi drejt shtëpisë së tij. Nga gjykata normalisht si avokat, po dhe si akuzuari, presim një proces të drejtë dhe të paanshëm, dhe gjatë administrimit të provave, natyrisht se të gjithë provat do të administrohen në mënyrë profesionale dhe objektive, dhe sekret në fund të procesit gjyqësor padyshim do të vërtetohet edhe pafajësia e të mbrojturit tim.